Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Përzemërsisht ju uroj një ditë të diellt në shpirt dhe shumë bashkësi në ecjen e kësaj dite. Kur prezantoj të ftuarit e mi, ndjehem me shumë mirënjohje, krenari dhe respekt, sidomos në veçanti kur ato përfaqësojnë gjeneratat më të reja të profesionistëve. Mendoj se janë asetet tona. E tillë, mendoj është e ftuara ime sot. Ajo është Helga Sallaku, pedagoge në Universitetin Luigi Gurakuqi, drejtore teknike dhe menaxheriale e Alba NSI, ambasadore e shkencës dhe edukimit të Europës në Shqipëri, menaxhere drejtuese e qendrës profesioniste Glob, por edhe së fundmi drejtuese e shkollës së programimit dhe europiane, ndërkombëtare të programimit dhe të matematikës algoritmiks. Ka shumë cilësi, ndoshta për momentin edhe mund të harroj diçka, por gjithsesi ajo është një drejtuese, ajo është një specialiste në fushën e IT-s, shumë e spikatur, me një aktivitet shumë të gjerë dhe që gjithmonë pulson me kreativitet dhe aktivitete mjaft të veçanta. Mirëmëngjes Helga, mirë se erdhët. Mirëmëngjes Merita, mirë se gjej. Jam shumë e privilegjuar të jem sot këtu me ty, sepse ju jeni njerëzit e Shkodrës. Faleminderit, por siç duket kjo studio mbledh shumë çka me zemër. Sepse një punë kur bëhet me zemër, bëhet me shumë dashuri dhe ecën ditë pas dite. Në fakt, së fundmi, ju keni një aktivitet të veçantë, një shkollë ndërkombëtare të kodimit, ose të teknologjisë, dhe të matematikës, algoritmiks. Çfarë është kjo shkollë? Po Merita është një iniciativë e re, prej disa muajsh, po jap maksimumin që të zhvilloj një iniciativë në të tillë në qytetin e Shkodrës dhe fatmirësisht ja arrita para një muaji e gjys ta lançoj në qytetin ton. Gjithmonë unë tentoj të sjell risi që lidhen me profesionin tim, të jap mundësi zhvillimi në qytetin tim, të jap mundësi komunitetit ton që të rriten në profesionet e tyre, por unë gjithmonë i kam iniciativat pak të drejtuara drejt teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit. Shkolla Algoritmiks, të them të drejtën, është një risi, unë e quaj një arritje për veten në rrallë të parë, por nga ana tjetër edhe arritja e marrjes së kësaj licence për qytetin e Shkodrës nuk është pak, pasi kjo është një shkollë ndërkombëtare shtrirë në 300 qytete të botës dhe në 55 shtete të botës. Dhe është një shkollë e cila ofron mundësinë e zhvillimit të fëmijëve nga mosha 6 deri në 18 vjeç përmes kurseve të programimit dhe të matematikës. Janë kurse ndërkombëtare të llojeve të ndryshme, të cilat janë të shtrira në linja të ndryshme të teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit, dhe ju ofrohet moshës së vogël fëmijëve tanë në mënyrë që të mbjellim që në vogli tendencën dhe aftësitë për të koduar, për të qenë më kreativ, për të arritur në zgjidhjet problemore matematikore më shpejt. E në fund të fundit, qëllimi më pas kryesor i kësaj nisme është të krijojmë brezin e të ardhmes në qytetin ton, dhe kur flas për brezin e të ardhmes, unë e lidhi me të ardhmen që sot në botë prevalon, që është fusha e IT-s. Në fakt, të drejtohesh kësaj moshe është sfidë më vete. Ne shohim fëmijë në moshë shumë të hershme që përdorin teknologjinë, por ti drejtosh ato drejt një disipline, është diçka e veçantë, diçka që lidhet me një ecuri mbi baza të veçanta dhe shumë profesionale. A ishte vërtet një sfidë pikërisht të marrësh këto mosha në vogli dhe ti drejtosh në bazat me profesionalizëm, në bazat e një shkolle, pra, e cila është ndërkombëtare. Shkolla
e ka emrin shkollë, të jemi të qartë që nuk bëhet fjalë se shpeshherë terminologjia shkollë ngatrohet me shkollën normale që fëmijët ta ndjekin çdo ditë. Kjo është një shkollë që ofron kurse të formimit drejt programimit të gjitha linjave të IT-s dhe zhvillimit të mendimit kritik, zgjidhjes problemore matematikore. Normalisht që është një sfidë, por ka dhe një të veçantë shumë të madhe Merita. Nëse flasim për zhvillimin e teknologjisë së informacionit, ajo ecë në përpjestim të zhdrejtë me moshën, që do të thotë se sa më të vegjël që të jenë, aq më shumë të kuptojnë, aq më shumë duan të bëhen pjesë e kësaj fushë dhe aq më e lehtë është t'ia shpjegosh atyre si është realizuar një platformë e tillë, çfarë ju ofron, ata e kapin shumë shpejt. Dhe madje mund të them që gjatë kësaj periudhe më e lehtë është të komunikosh me fëmijët se sa me prindërit. Përkundrazi, prindërit vinë të shoqëruar me fëmijët dhe janë fëmijët ata që bëjnë zgjedhjen e kursit që dëshirojnë të ndjekin, ndër ato linja të ndryshme kursesh që ofron kjo shkollë. Veçantë. Në të vërtetë ju si u frymëzuat për ta ndërtuar këtë kapacitet? Besoj se s'ka qenë e lehtë, apo jo? Në fakt ka qenë një ndër qëllimet e mia të hershme. Unë mbaj mend që kur isha studente në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, kam pas fatin që të kem pedagog profesor Benon Palokën, i cili sot është profesor edhe në Tiranë dhe është një ndër specialistët më të mirë në fushën e IT-s, mund të them ekspert ndërkombëtar, dhe gjithmonë më thoshte kur kisha këtë iniciativën e mësimdhënies që Helga shiko drejt fëmijëve. Ajo është e ardhmja. Shiko të hapesh ndonjë linjë mësimdhënie drejt fëmijëve të lidhur me teknologjinë e informacionit, pasi unë kam prej vitesh që drejtori dhe qendrën e formimit të profesional Globe Tech and Language Education, ku kam një fushë të IT-s shumë të zhvilluar. Aty ofroj dhe pasaporta ndërkombëtare të informatikës dhe të digital literacy për mosha dhe për profesione të ndryshme, dhe ishte një ndër nismat e mia të hershme. Mirë po, pandemia ka qenë ajo që i ka nxjerrë në pa të gjitha nevojat e shpejta për të ecë në këtë fushë. E vërtet. Në atë kohë unë Algorithmics e ndjekja online, më pëlqente shumë metodologjia mësimdhënies, mënyra se si ofron kurset, dhe ndjekja si nga qendrat, sepse dy qendrat e shkollës ndërkombëtare për Evropën, njëra është në Çipro, tjetra për Shtetet e Bashkuara është në New York, dhe ndjekja metodologjinë dhe zgjerimin e madh që ajo kishte marrë në botë dhe mënyrën se si përqafonin fëmijët, dhe fillova t'i kontaktoj vetë personalisht me emailë, kam bërë disa intervista dhe disa njohje me zhvilluesit e kësaj shkolle. Normalisht duhen shumë kritere të plotësohen për që t'jepet e drejta. Kjo është një licencë që në gjuhën teknike quhet franchisee, që do të thotë se ato më japin të drejtën dhe licencën që unë ta shtri në Bashkinë e Shkodrës, drejta që unë kam marrë lidhet me shtrirjen territoriale të Bashkisë së Shkodrës, dhe ka pas disa procedura dhe disa hapa verifikimi për ta arritur në realizimin e implementimit të një praktike të tillë në qytetin tonë. Pandemia, siç thash, ishte periudha kur kishim edhe më shumë kohë të fokusoheshim në këtë drejtim. E kam studiuar gjatë kohës së pandemisë dhe më pas rrugtimit, them të drejtën, për ta arritur implementimin e saj në Shkodër ka qenë një vjeçar. Pra që nga fundi i vitit 2020 deri në fund të vitit 2021, un kam qenë e fokusuar në procedura dhe në zbatimet të standardeve që ata kërkonin në mënyrë që të arrinim. Më pas, në nëntor të vitit 2021, kam marrë miratimin përfundimtar për licencimin dhe mundësinë e hapjes së kësaj shkolle edhe në qytetin tonë. Natyrisht, për të hapur një shkollë të tillë duhet një kapacitet i veçantë, qoftë fizik, por qoftë edhe nga ana e stafit, apo jo? Patjetër. Në njërin anë kisha një plus, sepse qendra e formimit profesional, e cila është në vitin 2015 që unë drejtoja hapur, nga ana e infrastrukturës fizike kisha shansin që kisha mundësi të shtrihesha në ambientet ku unë jam. Për sa i takon investimit, duhet të them që përveç se është një investim kapacitetesh të mia personale në kuptimin teknik,
ka qenë edhe një investim normalisht financiar i rëndësishëm, jo i vogël, por që realisht më besoj që nuk kam menduar për atë pjesë, sa kam menduar për produktivitetin dhe të mira që do të mbjell kjo shkollë dhe produktivitetin që do të arrim në Brazin e ri në një të ardhme shumë të shpejt dhe shpresoj që t'ja arri qëllimit përfundimtar. Por normalisht aty ka standarde të caktuara teknike, laboratorët duhet të jenë të një kapaciteti të përcaktuar që patjetër shkolla ndërkombëtare t'i vën kushtet. Ka qenë sfiduese, por jo e paarritshme, pasi qëllimi kryesor ishte që unë të arrija në implementim dhe investimi më pas të jep një këndësi tjetër kur ti arrin në rezultate pozitive dhe arrin në rezultate të pritshme. Ju i drejtohet pikërisht vëmendjen tek ajo që do të formzoni, te ai brum po e quajmë kështu, te ato fëmijë që vinë të moshave të ndryshme. Si që impakti pikërisht, si kontaktuat ju me një masë të fëmijëve, të prindërve, të familjeve, si ishin këto kandidat për të ardhur në shkollën ndërkombëtare të kodimit dhe të matematikës? Do të plotësonin disa kritere, kishin teste të veçanta, apo dyert ishin të hapura, hajdeni, shikoni, nëse e gjeni veten, rrini, nuk e di, si keni ndërtuar ju këtë? Të them të drejtën, duke pas parasysh periudhën e implementimit që ishte për mendimin tim e gjatë, një vjeçare, nuk e mendoja kaq të shpejt produktivitetin dhe arritjen që të kem kaq shumë interesime në një muaj e gjys kur kurset kanë filluar. Normalisht shkolla vetë ofron një asistencë permanente në drejtimin e zhvillimit të biznesit, pra dhe të shkollës në qytetin ku ata kanë miratuar. Pra unë kam një mentorim si shkollë të vazhdueshëm, patjetër nga qendra. Gjithmonë me mjetet e teknologjisë arrim edhe të bëjmë informimin e shpejt. Absolutisht. Pra, ne kemi arrit nëpërmjet kanaleve të komunikimit të rrjeteve sociale që të mbrim tek prindërit, në mënyrë që të tërheqin vëmendjen e mundësisë për fëmijët e tyre gjithmonë të lokalizuar në shtrirjen gjeografike të Shkodrës, pra të bashkisë Shkodër. Interesi ka qenë shumë i lartë. Mund të them që në një muaj e gjysmë kam bërë prezantimin e kësaj shkolle dhe të gjitha kurseve të mundshme për më shumë se 150 familje, të cilët janë ftuar në ambientet e laboratoreve. Ne ndjekim një metodologji realizuar nëpërmjet rrjeteve sociale si anoncim në fillim. Po, nëpërmjet rrjeteve sociale dhe kuptohet janë disa komponente të rrjeteve sociale të cilët tërheqin vëmendjen për persona të interesuar drejt sa shkolla, marrim të dhëna, ndër të cilat janë dhe numrat e telefonit, më pas i kemi kontaktuar dhe kemi krijuar takime informuese rreth kurseve që quhen introductory lesson, pra mësime që të prezantojnë kurset. Interesi ka qenë shumë i madh, takime kemi bërë pafund për një muaj e gjysmë rresht. Gjithmonë, siç të thash, prezenca e fëmijëve ka qenë shumë e rëndësishme, sepse fëmijët kanë qenë ata që të kanë kuptuar, të kanë shikuar direkt në sy dhe direkt pas fjalisë që ke mbaruar ata kanë pas gjithçka të qartë dhe kanë qenë ata që kanë zgjedh cilin prej kurseve dëshirojnë të fillojnë që të ndjekin. Normalisht, në fakt, ndoshta nuk e keni pasur të vështirë atë anë e dorës apo të shtypit, nëse i referohemi alfabetit, sepse shumë prej tyre tastierën e kompjuterit apo të celularit e kanë shumë të manipulueshme. Absolutisht po, Meritë. Qasja që ata kanë me përdorimin e teknologjisë së informacionit është shumë, domethënë, e pabesueshme dhe befasuese. Absolutisht nuk bëhet fjalë ti mësosh atyre të përdorësh tastierën, mouse-in apo touch screen-in e një tableti, ata e dinë shumë më mirë se sa edhe ne të rriturit. Por vetë metodologjia mësimore, platforma që ka të krijuar shkolla, sepse në momentin që ti krijon infrastrukturën fizike, për sa i takon infrastrukturës logjike dhe aplikacioneve, janë të krijuar brenda një platforme, e cila i jep mundësi secilit fëmijë të hyjë në atë dhomën e tij virtuale, që do ta shfrytëzojë që të ndjek kurset, të ndjek mësimet, të ndjek ushtrimet, të bëj detyrat dhe të punoj në grup, se një ndër
gjërat më të mira që bëjnë këto kurse nuk është çështja vetëm e ngritjes së kapaciteteve teknike të fëmijët nga ana e kodimit. Ata i fusin në punë në grup dhe në skuadra, ashtu siç normalisht ndodh sot në botë zhvillimit. Po, nxisin dhe zhvillojnë aftësitë e shekullit 21, që lidhen me komunikimin, me bashkëveprimin, bashkëpunimin në grup, me kreativitetin dhe fakti që ata fëmijë kanë detyra të caktuara për një periudhë të caktuar kohore brenda javës në varësi të seancave, besoj që fëmijët nuk kanë më as dëshirë po as kohë që të merren me përdorimin e teknologjisë në mënyrë të pakontrolluar. Përkundrazi, besoj se prindërit janë më të qetë në momentin që i shohin brenda një platforme të sigurt, ku ata thjesht tentojnë që nëpërmjet këtyre projekteve, sepse çdo leksion është i bazuar në projekte dhe në atë që ne quajmë në gjuhën teknike sot gamification, quhet metodologjia e fundit e zhvillimit të kodimit tek fëmijët, ata harxojnë kohën për të zgjidhur detyra që mësuesi më pas do t'ja kontrollojnë apo do ta ndjekin, sepse ndjekja bëhet edhe në kohë reale, online, nga mësuesi, nga qendra, nga vetë qendra mallë që na ka dhënë licencimin. Çdo gjë është e gjurmueshme në kohë reale, si me prezencën e fëmijëve, si me mbarvajtjen e mësimit, si me shumë interesante. Është shumë interesante mënyra se si mësuesit i japin mësimit është e kontrolluar, duhet patjetër të zbatosh standardet që ata kërkojnë në mësimdhënie, ecurinë e fëmijës, në qoftë se një fëmijë dallohet që nuk ka zgjidhur detyrat për një javë apo për javën e dytë, automatikisht kërkohet që të rivlerësohet nëse fëmia ka vështirësi në kuptimin, mos ndoshta duhet të fillojë me një kurs të një niveli më të ulët, mos ndoshta nuk ka qenë shpjegimi i mirë i mësuesit, mos ndoshta në shtëpi nuk ka akses në internet apo nuk ka akses në pajisje. Pra është një vëmendje shtuar për secilin. Është një sistem i cili menaxhon dhe kontrollon në të njëjtën kohë në mënyrë që të sigurohet cilësia e mbarvajtjes së edukimit në teknologji për këta fëmijë dhe ecurisë mësimdhënies që duhet të ndjekë secili mësues, sepse patjetër që ka qenë sfidë dhe çështja e mësimdhënësve. Absolutisht. Aktualisht ne jemi 3 mësimdhënës, përfshi edhe veten, por që kemi kaluar një periudhë formimi profesional, trajnimi dhe testimi shumë të gjatë. Pavarësisht kapaciteteve apo arritjeve të mia personale, për sa i takon qendrës së shkollës që të akrediton dhe të jep licencën, ata konsiderojnë që ti duhet të fillosh nga fillimi sipas standardeve të tyre. Kështu që ka qenë një kohë intensive mësimi, testimi dhe vlerësimi për secilin prej mësuesve, por fatmirësisht të kesh 3 mësues është sfiduese në kohën që jetojmë, sepse kapacitetet e mira është e vështirë fatkeqësisht mund të them që të gjenden për shkak se kanë impenjime të tjera, për shkak se nuk e gjejnë kohën dhe për shkakun që ne nuk na bën nder, po themi, sepse kanë ikë shumë. Janë larguar shumë. Vërtet. Përmendët disa herë llojet e kurseve të kësaj shkolle. A mund të përmendim dhe do desha të dija ku fokusohen sipas moshave fëmijët? Po, patjetër. Tash ka për secilën moshë, nga mosha 6 deri në 18 vjeç, ka një ndarje të kurseve, kuptohet sipas kapacitetit që ata kanë, edhe rritjes së tyre nga ana matematikore, gjithmonë shkon paralelisht me njohuri që marrin në shkollë. Ka kurse të cilat janë të fokusuara për moshën 6, 7 dhe 8 vjeç. Dhe interesante është që kursi i parë quhet Digital Literacy, që do të thotë se punon me fëmijën se si duhet përdoret kompjuteri në mënyrë të sigurt. Është shumë e rëndësishme. Metodologji që janë të zhvilluara brenda platformës, siç të thash, përveç pjesës teknike që bëjnë formimin e fëmijës, ata investojnë shumë edhe për metodologjinë dhe mënyrën se si duhet përdoret interneti, i japin edukatën e përdorimit të internetit dhe të kompjuterit në mënyrë që edhe fëmia të jetë i sigurt kur lundron në internet, por edhe prindërit të jenë të sigurt nga ana tjetër dhe të qetë për atë çfarë ata po aksesojnë në internet. Më pas, që në moshën 6, 7 dhe 8 vjeç është kursi i parë i kodimit. Fëmijët fillojnë të mësojnë të kodojnë, jo duke shkruar kodin, por duke përdorur bloqe si tip puzzle-it, mund ta krahasoj, çështja puzzle-it ne e njohim që janë figura që formojnë, e njëjta gjë. Ata kanë një gjë të veçantë. Çdo kurs është i bazuar mbi një histori, që quhet një storyline. Dhe ata duhet ta krijojnë këtë histori nga fillimi deri në fund të kursit. Pra duhet të programojnë ato personazhet e historisë,
për të arritur në një qëllim të caktuar që është vendosur nga kursi. Dhe ata programojnë duke përdorur fiks këto block codes që quhen kodet në formë bloqesh, si në formën e një puzzle-i, ku e drejtojnë, po themi, atë personazhin në mënyrën se si duhet të veprojnë, sipas kërkesave që i jep kursi, në mënyrë që të zhvillojnë logjikën e aplikative të programimit se cili do të jetë zgjidhja problemore që duhet arrijmë pas në fund të këtij kursi. Një fabule të caktuar, gjë që e afron gjithmonë me motion, dhe bën tërheqëse hapat e programimit. Ati koncepti shumë profesional që lidhet në fushën e IT-s me nivele të caktuara të zhvillimit ekonomik apo të diçkaje që kërkon pikërisht një programim të caktuar, kjo bëhet në një stad fëminor. E njëjta gjë, pak më ndërlikuar, është për moshat 9, 10 dhe 11 vjeç. Edhe ata është një kurs që quhet Mars Academy, Akademia në Mars, pra bëhet fjalë hapësinore, pra t'jep idenë hapësinore. Jep një lloj hapësire tjetër. Dhe për këtë moshë duhet të them që ka një interes tepër të lartë të prindërve dhe të fëmijëve për të ndjekur këtë kurse. Mund të them që kjo moshë dhe këto kurse janë më të kërkuarat aktualisht në numrin total të fëmijëve që ne kemi. Dhe këto janë kurse që lidhen direkt me nxitjen e aftësive koduese dhe programuese. Por një kurs shumë i bukur dhe shumë zhvillues për fëmijët është krijimi i lojrave, game design. Edhe ai është një kurs i rëndësishëm që zhvillon moshën 11, 12 vjeçare, 10 vjeçare. Vetë fëmijët krijojnë lojra, pra i programojnë lojrat. Më pas një tjetër linjë që i jepet mundësi të mësojnë fëmijët lidhet me graphic designin. Sot një ndër fushat më shumë e përdorshme dhe shumë fitimprurse, pasi krijon mund të themi profesionistë të ri të marketingut digital dhe së bashku me graphic design shtohet dhe video blogging që krijon blogerët e rinj. Një fushë që sot që përhapur dhe shumë fitimprurse, një linjë shumë fitimprurse e këtij profesioni. Vazhdohet me një linjë tjetër që lidhet me programimin në web, ku fillohet dhe të merren bazat e mira të para të teknologjisë JavaScript, shumë e kërkuar sot në tregun e punës, dhe kjo përfshin deri në moshën 13 vjeçare. Stadiet rriten. Ndërsa teknologjia më pas shumë profesionale, e cila përdoret për moshën 14 deri në 18 vjeç, që është një kurs shumë i gjatë, por shumë profesional, është teknologjia Python, që sot është një ndër teknologjitë më të kërkuara në tregun e punës, dhe këtu fillon programimi, pra së bashku me web design dhe web programming, bashkë me Python, tamam kalojmë në moshën e kodimit duke i shkruar kodet vetë fëmijët, duke zhvilluar logjikën e kodimit, dhe mund të them Merita që edhe fëmijët në moshën 18 vjeçare që mbarojnë këto kurse janë gati për tregun e punës, me standardet dhe metodologjinë mësimore që ata arrin nëpërmjet këtyre programeve. Cilat nga këto kurse tërheq më shumë, apo automatikisht për krah moshës mund të shkosh te një kurs i veçantë? Aktualisht ka një tërheqje shumë të lartë të programimit për moshën 6-7 vjeçare. Mund të them që kemi rreth 10 fëmijë të vegjël të moshës 6-7 vjeçare që po i ndjekin këtë kurse. Shumë interesante janë pjesa e programimit, gjithmonë siç të përmenda më përpara kursin Mars Academy për moshën 10, 11, 9 vjeçare, dhe shumë po kërkojnë Python, teknologjinë Python. Janë fëmijë, të them të drejtën, që janë të moshës 14, 15, 16 vjeç, janë fëmijë që aktualisht kanë një shkollim të mirë në shkollat shtetërore publike, në gjimnazin për shembull 28 nëntori ka një kërkesë të shtuar të fëmijëve që kërkojnë të ndjekin këto kurse, nga kolegji turk ka një interes të shtuar të fëmijëve, apo edhe nga fëmijë që dëshirojnë të ndjekin studimet në shkollën austriake, pra fëmijë që tashmë e kanë bë pothuajse një zgjedhje të drejtimit që dëshirojnë të ndjekin për profesionin e tyre. Merret patjetër një diplomë, megjithëse s'keni rritur ende në atë finalizim, sepse tashmë ka filluar, e cila besoj se njihet përderisa shkolla është ndërkombëtare. Rrugtimi i secilit kurs përfundon me diplomim dhe certifikim ndërkombëtar. Por kurset nuk janë të shkurtra, janë kurse afatgjata. 1 vjeçare janë që secili prej kurseve të programuara. Si funksionon? I përditshëm 2 herë në javë, si është? Në fakt është në zgjedhjen e prindërve dhe të fëmijëve.
Vërej që fëmijët janë shumë të ngarkuar në këtë periudhë me kurse të tjera dhe mirë bëjnë me aktivitete të tjera sportive, muzikore me radhë. Dhe shpeshherë kemi këtë problematikën ku ta gjejmë hapësirën që të ndjekim kursin sepse kërkesa kuptohet është më tepër pas drekës se sa para drekës, se para drekës ndjekin shkollën. Megjithatë të gjitha kurset në përgjithësi po ndiqen 2 herë në javë. Ndiqen në klasë 2 herë në javë, sepse deri tani kërkesat kanë qenë të jenë në prezencë, ndonse platforma jep mundësinë ndjekjes së kursit edhe online, por online gjithmonë me një mësues që të bën tutorimin dhe ndjekjen e guidën tënde, asnjëherë vetëm. Dhe ndërkohë, siç thash, dita pastaj çdo ditë ata kanë për të bërë detyra dhe mësuesi ndjek ecurinë e tyre deri në seancën e rrallës. Sa kohë është? 2 orë? Sa? 90 minuta është për moshat 10 e sipër, vetëm për mosha 6-8 vjeçare janë 60 minuta orët, se normalisht edhe fëmijët nuk kanë nuk duhet të e kanë edhe mundësinë për psikologjike për të përqendruar. Duhet të shtoj edhe diçka tjetër të rëndësishme që platforma është e krijuar dhe adapte edhe për fëmijët special. Pra, ne kemi një rast në këtë 1 muaj e gjysmë të një fëmije special që kemi mësuesin e dedikuar dhe është një fëmijë i cili vjen me dëshirën më të madhe kur ka orën e mësimit në Algorithmics. Dhe pra është e menduar një platformë gjithëpërfshirëse për t'i dhënë mundësinë e çdo fëmije që ta testoj veten dhe të shoh nëse e ka atë prirje. Por edhe sikur meriton të mos bëhen të gjithë programator, ata marrin një kulturë digjitale shumë profesionale dhe në çfarëdo lloj profesioni që punojnë dhe të formohen. Kjo është një hapësirë shumë e madhe për fëmijët dhe të rinjt në Shkodër. Besoj se është një ndihmë shumë e madhe për t'i dhënë hapësirë prirjeve të tyre në radhë parë. Mund të ketë dhe talente, keni spikatur fëmijë që premtojnë shumë në ecurinë e tyre? Atëherë, në radhë parë, siç e the edhe vetë, kjo është një mundësi e mirë për Shkodrën dhe për fëmijët në Shkodër. Ne kemi shumë talente. Edhe të them që çdo vit talente janë në olimpiada matematike, fizike, kimie, biologjie edhe informatike. Do më thënë që ne kena shumë kapacitete. Dhe çështja është që t'i jepet një mundësi këtu në qytetin e tyre. Unë nga që, siç më prezantova edhe në fillim, unë jam e lidhur edhe me formimin profesional, edhe me formimin universitar, por nga ana tjetër jam shumë aktive edhe në zhvillimin e një biznesi, një software house siç është Alban SI në Shkodër, por nuk është e vetmja. Unë shoh tendencën që ka çdo ditë të hapen të tjera. Kjo do të thotë që janë mundësi zhvillimi për qytetin tonë dhe mundësi që ne këta të rinj t'ja zhvillojmë këto kapacitete, po mos t'i lëmë që t'ikin dhe të zgjedhin një vend tjetër. Ndërkohë që sot nëpërmjet teknologjisë ti mund të punosh kudo, por të jetosh në qytetin tënd dhe ta bësh gjithnjë më të jetueshëm dhe ta zhvillosh. Prandaj është një qëllim shumë fisnik. Ky është qëllimi im, të krijojmë gjeneratën e re të specialistëve të IT-s në Shkodër, sepse i kemi të gjithë kapacitetet dhe mos të harrojmë gjithmonë që Shkodra është rrethuar me vende të zhvilluara, siç është për shembull Malizi, që teknologjinë e informacionit e ka shumë të zhvilluar, Kosova që e ka shumë të zhvilluar teknologjinë e informacionit, ne kemi shumë investitor italian që e kanë pikatur Shkodrën, kemi shumë investitor austriak që e kanë pikatur Shkodër dhe tendenca e tyre është të zhvillojnë bizneset të kësaj fushë të digitalizimit dhe në fushën e digitalizimit, të investojnë në këtë fushë. Sot në Evropë ka një nevojë për 250.000 programator dhe unë e vërej gjithnjë tendencën që ne duhet thjesht të investojmë në formimin e mirë të kapaciteteve që kemi të fëmijëve tanë dhe t'i sigurojmë atyre një të ardhme të mirë. Ju keni 2 vajza, vajza e madhe është 9 vjeçë. Vajza e madhe është pothuajse 10 vjeçë, po. E keni përfshirën në këtë kurs? Po, vajza ndjek në kursin Mars Academy të moshës 10-11 vjeçare dhe edhe është shumë, ka 2 javë që e ka filluar faktikisht ajo kursin dhe e vërej që çdo ditë më shumë ka interes që të punoj me platformat dhe të zgjidh ushtrimet. E bën për vete, do të thënë është një formë mësimore që të bën për vete. Përkundër, kam prindër që ndoshta ndonjë ditë fëmia i duhet më mungu dhe më thonë aman se s'dim si më ja bë se s'kina qef me mungu në mësim. Kjo do të thotë që përveç atij qëllimi që gjithmonë ka mësimi,
është edhe një tërheqje e kënaqësisë dhe një farë argëtimi në thonjza, argëtimi profesional. Metodologjia mësimore, siç të thash, është project based, e bazuar në projekte, dhe gamification e bazuar në metodologji mësimore ndërmjet lojës, që ta bën tërheqëse jo të mërzitshme dhe ti arrin sa më shpejt që të përmbushësh detyrat që t'janë dhënë. Dhe nga ana tjetër, dua të theksoj edhe diçka, është një ndër metodologji që krijon dhe zhvillon tek fëmijët kapacitetet STEM, që sot janë shumë të rëndësishme: science, technology, engineering and mathematics. Janë metodologjitë drejt të cilës duhet të shkojë edukimi sot, por më shumë se kaq, është edhe një tendencë për të nxitur tek vajzat zgjedhjen e kësaj e këtyre karrierave. Pra të rrisim gjithnjë më shumë numrin e vajzave që zgjedhin karrierat e teknologjisë së informacionit. Dhe nuk është e pamundur, se shpesh herë më thonë që në fund të fundit gjithmonë vajzat fillojnë shumë mirë, po djemt janë ata që përfundojnë që të ndjekin. Në Shkodër ka një rast të kundërt. Dhe unë sa herë që marr pjesë edhe në seminare ndërkombëtare në lidhje me STEM, e them këtë gjë. Për shembull, një shembull është Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Informatikës. Është themeluar nga kolege të mia. Pra kemi qenë vajza që në fillim, që kemi themeluar dhe kemi zhvilluar. Desha po nga që ju keni shumë detyra, edhe personalisht jam e mbushur me shumë ndjesi pozitive kur i prezantoj, ndoshta edhe mund të harroj diçka për momentin, por janë kaq të shumta dhe unë ndjehem shumë krenare që në Shkodër kemi një pedagoge si Helga Sallaku, duke qenë nënë e 2 fëmijëve, bashorte me shumë detyra, arrin ti realizosh këto? Arriti realizoj, do me thanë, fakti është që arriti realizoj, duhet të thëmë që nuk jam e vetmja në fakt. Sepse shpeshherë jemi mësuar që në fushën e IT-s, edhe në shumë fusha të tjera, lidhura me traditën e me shumë çka, të jenë djem, të zot shumë, është shumë i zoti, por të kesh një vajzë shumë të zonjën, po e them hapur. Faleminderit Smerit për vlerësimin, por gjithsesi unë do të thënë baj të pamundurën, për më pëlqen dhe kam satisfaksion kur arrim të kemi sukses, të paktën në fushën që unë jam specialiste, por gjithsesi ka dhe kolege të tjera të kësaj fushë që realisht japin një kontribut shumë të mirë në zhvillimin e teknologjisë në Shkodër, dhe pikërisht ky është qëllimi, që të rrisim gjithnjë më shumë pjesëmarrjen e vajzave në këto karriera, pra të ndjekin dhe të zgjedhin këto karriera. Të kalojmë edhe një herë tek shkolla ndërkombëtare. Duhet të dinë pak sa anglisht, patjetër shkon paralelisht apo jo? Kjo është një tjetër fitore ose një anë tjetër e medaljes shumë e rëndësishme që ka kjo shkollë. Çdo gjë është anglisht. Fëmijët kanë din anglisht. Pra, edhe teknologjia, edhe njohuria gjuhës angleze tek fëmijët po ecë në mënyrë paralele. Dhe kjo është një tjetër plus që ka shkolla. Gjithë platforma, mësimet, kuptohet, komunikimi mësuesve është në shqip, por çdo gjë tjetër është në gjuhën angleze. Edhe është përfitim tjetër plus që fëmijët marrin nga ndjekja e kurseve. Do ta vazhdoni edhe në muajt e verës? Po, aktualisht ne jemi në projektimin e atij që quhet kampi i kodimit, i cili do jetë një kurs ndryshe prej kurseve normale, do jetë një kurs që do përsëritet çdo 2 javë gjatë verës. Kjo për të dhënë mundësi fëmijëve që kanë planifikuar pushime në periudha të ndryshme të zgjedhin mundësinë edhe kohën kur e kanë më të përshtatshme ta ndjekin kursin. Do ta fillojmë besoj pas mbylljes së shkollave, nga data 18 qershor deri në fund të muajit gusht, dhe do ta përsërisim 3-4 herë aq sa lejon. Tash të kalojmë në një anë krejt të kundërt të saj. Shpesh themi që teknologjia është nganjëherë një keqe e kohës, pasi i fokuson shumë fëmijët në një jetë jo aktive, i ndan nga një socializim më i mundshëm që mund të kenë në lojrat e drejtë për drejta, rrit obezitetin si rezultat i mos lëvizjeve, tërheq shumë, por ka këto anë të tjera. Si motivohet një shkollë e tillë në ndjekje, duke shmangur disa nga këto
të këqija të kohës, po që gjithmonë janë tendencat më kryesore të kësaj kohe, pa të cilat komunikimi është i pamundur, pa të cilat edhe nuk mund bëhet, por që duhen gjetur mënyrat më të mira të aplikimit. Është vërtet Merit që edhe pjesa e përdorimit të teknologjisë sot po bëhet problematike për orë të gjata tek fëmijët. Tashti, por nga ana tjetër nuk mund ta shmangim përdorimin e teknologjisë e informacionit nga fëmijët. Thjesht është mënyra që ne ta integrojmë dhe të dimë, ta integrojmë mirë tek fëmijët tanë dhe me thënë të drejtën kjo është detyra jonë si prindër që ta skedulojmë ashtu siç duhet. Për sa i takon shkollës dhe platformës, ajo është kundrejt e krijuar brenda të gjitha rregulatoreve që lidhen me këtë pjesë, sepse fakti që një orë mësimore nuk lejohet që të zgjas më shumë se 90 minuta, do të thotë që jemi brenda asaj kohes optimale që mendohet që fëmijët duhet të kenë 2 orë në ditë përdorimin e teknologjisë. Por mos harrojmë që është detyra jonë t'ja integrojmë fëmijët edhe me aktivitete të tjera. Studimet e fundit thonë që së bashku me teknologjinë, fëmia duhet të bëj sport në të njëjtën kohë për të arritur që të pikërisht të shmangim ato problematikat e obezitetit, si mundet sepse ajo tërheq shumë. Ju i keni dhënë me kriju një lojë, një platformë të lojës, një fabul të plotësoj një puzzle. Ajo ka mendën aty, si mund të shmanget gjithë ajo kohë që i kushton. Gjithsesi, është tjetër gjë që ti të investosh kohë për zgjidhjen e një problemi. Dhe fëmia këtu thjesht vetëm se është nganjëherë edhe e lodhshme, por në të njëjtën kohë ai e ka kohën, është aktiv, por edhe ka dhe kohën për ta bërë zgjidhjen e problemit, duke qenë se mësimi është 2 herë në javë, nga njëra seancë në seancën tjetër ka kohë të mjaftueshme dhe nëse nuk e zgjidh nuk ka problem sepse do jetë mësuesi ai i cili do ta ndihmojë në seancën e rrallë dhe ta mbështes. Kështu që ideja është që thjesht ne vetë si prindër, por edhe vetë shkolla, në radhë par shkolla të jetë brenda standardeve të duhura për qasjen dhe kohën që duhet të harxojë fëmia në përdorimin e teknologjisë së informacionit. Në radhë të dytë më pas është edhe kujdesi jon personal si prindër, se si t'ja miksojmë atë kohën dhe këta fëmijë që po e ndjekin kurset që sot aktualisht janë rreth 55 fëmijë që janë të integruar në kurse të ndryshme, siç të thash, janë fëmijë që janë aktiv edhe në jetën sportive, edhe në jetën kulturore, pra ndjekin kurse të ndryshme dhe aktivitete të ndryshme dhe mendoj që din ta ndajnë mirë dhe në këtë mënyrë duhet të ndahet. Pikërisht kjo disiplinë do ta quaja vetë shkollimin në një drejtim të tillë, mendoj që jep hapësira secilës nga prirjet, dëshirat dhe talentet që fëmijët mund të kenë, apo jo? Absolutisht. Është me sa shoh është një jetë aktive, dinamike, që shtron çdo ditë kërkesa që të mban në tension, që të mban gjithmonë në lëvizje. E kam fjalën për veten tuaj. Ashtu Si ndjeheni? Tashma u bën shumë vite që unë kam të njëjtin ritëm të organizimit të jetës time dhe të përditshmërisë time. Edhe ndihem shumë mirë kur arrit rezultate të mira. Sepse edhe vetë motivi i hapjes së kësaj shkolle ishte një motiv që ka shumë anë përfituese. E vërtet, me thënë të drejtën, unë ishte e lodhshme, rrugtimi ka qenë është i lodhshëm sepse ti do mbash ritmin dhe do mbash nivelin e ofrimit të shërbimit në standardet që duhet, por nga ana tjetër mundohem që ta skeduloj veten mirë dhe të jap prioritet detyrave, të arrijë në rezultate në kohën që duhet me i arrit këto rezultate. Është impenjim, por ka kënaqësi Merita. Unë kam shumë të rëndësishme kënaqësinë që arrin në rezultatet në fund të punës që bëj. Do më thënë, nuk flas për përfitime financiare, më beso, do më thënë, ato janë diçka që vetë profesioni t'i sjell, se është koha e saj, dhe sot aty janë investimet më të mëdha. Pikërisht këtë mendim e kam nga profesionistët. Njerëzit që janë profesionistë kanë në plan të parë pasionin dhe dashurinë. Pastaj përfitimi vjen si rezultati pasionit. Dhe nëse shikon përfitimin përpara të gjithë këtyre anëve të tjera, çdo gjë është më invers. Apo jo, ky është mendimi. Profesioni dhe pasioni duhet të shkojnë në një
vi gjithmonë në rritje që të ndes pasionin e zemrës, zjarrin e zemrës. Absolutisht po. Në fakt ne u takuam sot në një ditë të veçantë. Sot është 18 maj, dita e muzeve, por ditëlindja jote. Faleminderit. U bësh 100 vjeç. Faleminderit shumë. Në fakt, u bësh pa fund, nuk ka caktim 100, 105 etj. Kjo është thjesht një dëshirë e zemrës për të uru njerëzit e mirë, punëtor, aktiv, profesionist që ecin, vetëm ecin. Kjo është shumë kënaqësi. Kur ditët dhe muajt, stinët të ofrojnë një tjetër ritëm ecje. Në fakt, kjo është jeta dhe unë të uroj një jetë kaq të mbushur me kreativitet, me hapa, me ritëm që pushtojnë ato të gjitha ato anët e pasionit tënd dhe të plotësojnë gjithmonë, mbetet gjithmonë njeriu jo pa përshtypje më vjen kjo urim. Natyrisht unë e përmenda, ju jeni një nënë dhe bashorta, por një vajzë me shumë, një grua e re me shumë aktivitete. Ndaj të uroj një vazhdimsi të shkëlqyer, një urim që mburon nga zemra në ditën e lindjes tënde. Të falenderoj jashtëmaset Merit. Për mua, siç të thash edhe në fillim, është privilegj të bëj një bisedë me ty. Për mua unë të kam ndjek gjithmonë edhe shumë prej vitesh, jo vetëm në radio, por mendoj që jam e privilegjuar që edhe unë kam mundësinë të intervistohem nga një zonjë e cila ka arrit shumë lart dhe na ka bë krenare, është pjesë e qytetit tonë. Në fakt, Helga, më pëlqen që njerëzit në Shkodër e njerëz të spikatur kanë të tillë ritme. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë se të dhoni. Ecuri të shkëlqyer. Ndoshta në një takim tjetër mbase do të flasim për një hapësirë tjetër kreative tënde. Faleminderit, uroj gjithë të flasim e takohemi për gjëra të bukura dhe të mira për vendin tonë. Faleminderit.